Nga Gjergjani Elbasanit, në takimin që zhvilloi me fermerët e zonës, Ali Berisha premtoi 5 fishim të subvencionimit, duke thënë se fondi do të shkojë në 230 milion euro. Në programin tonë e kemi vendosur të 5 fishojmë subvencionin për ju, të kapim vendet që kemi për rreth. Nuk themi të kapim Francën dhe Gjermaninë, as dhe Italinë, por Maqedoninë, Serbinë, Kosovën, Malezi. Ndaj dhe fondi do të shkojë në 230 milion euro subvencion. Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se qeveria do të krijojë një fond të veçantë për të gjithë fermerët që do të preken nga fatkeqësitë natyrore. Qeveria do të krijojë fondin e veçantë për të mbrojtur ju nga fatkeqësitë natyrore dhe për të shpërbyer ju me çmimin bazë të produkteve që mund të shkatërrojë moti dhe faktorë të tjerë. Sigurisht që shteti do ketë një fond. Dhe ai fond do të përgjigjet fermerëve për prodhimin me çmim bazë. Më herët gjatë kësaj të diele Berisha zhvilloi takime në disa kisha në kuadër të festës së Pashkëve. Vini dhe erdhët.